Themja dy gjëra për prezantimin me qellës si kishte vajza informacionet. Unë kam marrë titull si kampion e Europë, kampion bote. Po, kampion, titull sa shumë. Okej, po. Nga presidenti i Republikës, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ylli i lartë i mirënjohjes publike nga kryeministri. E shumë titull që po i do si arkiv në Nora News i kemi të gjitha. Po, patjetër. Ta kemi bërë prezantimin. Ndërsa ne prezantojmë vetëm Po thash, jo, thashti me që se në shakallë të tjerë që ndjekin emisionin edhe nuk e kanë informacionin. Je shumë korrekt. Disha ti prek të dëmënë. Këto i lem hapësira që t'i flisni më tej gjatë emisionit. Ne bëjmë një prezantim të përgjithshëm. Po. Për sa i përket kampionatit evropian kur mora pjesë, ne bëmë kampionatin këtu që ishte një muaj përpara dhe isha në super formë dhe theva dhe 6 rekorde kombëtare në kampionat dhe morëm pjesë kampionat evropian. Për sa i përket garës, unë tentova në provën e parë 152 kg, cilën e realizova, pastaj tentova një rekord evropian, dhe 157, aty nuk për pak, nuk e realizova, pastaj ishte një peshë, do më qote automatikisht medalja e arit në 2 garësh, dhe në stilin e shtytjes pastaj realizova peshën 184 kg, dhe gjyqtaria e kaloi me 3 bardha. Në momenti që e kalon gjyqtaria me 3 bardha, bile shikohet edhe në video, nuk ka kontestime. Me atë provë dhe isha në zonën e medaljes. Dhe pastaj ndodhi, se çfarë ndodhi nuk e di, po u kthy nga juria. Zakonisht juria ndërhyn kur ka një të kuqe, kur ka një karton të kuq. Po kontestim nga kush pritet të bëhet në raste tilla që thua nuk kishte kontestime? E shiko si funksionon. Faktin me ekipet e tjera, me Gjermaninë, Italinë, Kroacinë, gjithë ato. Ato kur futen gjithë si staf në nxemje. E qartë. Dhe janë gjithë trajnerat që futen aty. Në momentin që ne u fut me nxemje, kjo nuk ndodh me asnjë ekip në Europë, asnjë ekip në botë, që presidenti të marrë rolin e trajnerit, dhe të nxjerrë jashtë trajnerat. Dhe më thanë edhe këtë ndodhi me federatën tonë që